Nga kjo e hënë, pensionistët do të mund të fillojnë të tërheqin pranë pikave të postës bonusin e fundvitit. Janë më shumë se 762.000 pensionistë që përfitojnë shpërblimin. Të gjithë ata që kanë një pension mujor jo më të lartë se 200 euro, do të përfitojnë 150 euro bonus. Ndërkohë të tjerë me të ardhura më shumë se 200 euro në muaj do të përfitojnë si shpërblim për fundvit 100 euro. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, bonusin prej 15.000 lekësh do ta përfitojnë mbi 540.000 persona, mes të cilëve edhe ata që marrin pension invaliditeti, pensione familjare dhe sociale, por edhe kategori të tjera. Bonusin e fundvitit pensionistët që nuk mund ta tërheqin brenda muajit dhjetor kanë afat deri në 30 qershor të vitit 2026, sipas Ministrisë së Financave. Në skemën e pensioneve janë alokuar rreth 7.6 miliard lekë, prej të cilave 5.9 miliard lekë shtesë për fondin e dedikuar për bonusin e fundvitit. Ndërkohë, nga janari vitit 2026 do të fillojë një politikë rritjes së vazhdueshme të pensioneve, teksa do të vijojë paralelisht dhe indeksimi i tyre.